Prokuroria e Lartë Publike e Serbisë ka vendosur pezullim të hetimeve ndaj ish pjesëtarit të Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës, Arpnor Spahiu, i dyshuar për vrasje të rreshterit Afrim Bunjaku gjatë sulmit të armatosur në Banjsk të Zveçanit, veri i Kosovës në shtator të vitit 2023. Sipas zyrës së prokurorit, urdhri për pezullimin e hetimeve është lëshuar me 21 nëntor, pasi nuk janë gjetur dëshmi të mjaftueshme për të mbajtur procesin penal në vazhdim. Spahiu ishte arrestuar më 7 qershor nga autoritetet serbe në pikën kufitare mes Hungarisë dhe Serbisë, teksa po kthehej nga Austria me familjen e tij. Ai qëndroi mbi 6 muaj në qendër ndalimi, duke u përballur me akuza të rënda për veprën penale, vrasje e rëndë. Serbia e kishte akuzuar Spahiun për përfshirje në sulmin ndaj policisë së Kosovës, në të cilin një grup i armatosur serbësh vrau rreshterin Bunjaku. Ndërkohë, Milara Dojčić ka marrë përgjegjësinë për organizimin dhe kryen e sulmit në Banjsk. Autoritetet e Kosovës kanë nisur gjykimin për 3 prej 45 të pandehurve të rastit dhe kanë kërkuar dorëzimin e Radojčić, të cilin e konsiderojnë përgjegjës për akt terrorist. Çështja ka ngritur tensione ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pasi pezullimi i hetimeve ndaj Spahiut vjen pa një zgjidhje për drejtësinë ndaj viktimës dhe pa pranimin e përgjegjësisë nga autoritetet serbe.